Aleikum thot 24 vite kam duru se një ditë do të bëhet mirë, por shumë vështirë si të vazhdoj tutje. Aleikum selam, Allahu ta letoft. Unë nuk e di çfarë problemi, do të thonë ke që ke bën 24 vjet sabër. Por unë këshilla gjithë secilin. Jo 24 vjet, mas 24 vjet tash me prish punën. Domethënë ti ke 20, kur je martu i ke pas 20 vjet, tash në 20 ke bë 44, 45. Edhe ke duru, tash po me prish. Tash ja ki me duru me vazhdu, dhe nëska ja këndash me vakt mi prej sanet. Normal, nuk jam të e ditë për çka është puna. Se tash kur dura 24 vjetë, në fund e prish, ty ja për tjetë faje. Do të 6 muaj, 1 vjet, 2 vjet, mi pa do sene me ko, për shkak të martesa, nuk po shkon. S'ki nevojë me prit 24 vjet. Në këtë rast çka të them? Nuk kam përgjigje. Allah është shpërblet për qatë sabër që ke ba gjithmonë, po bazohet te fjala jote. Sa me vërtet e tjere. Allahu ta letoft, Allahu të nimoft. Allah na përmirësoft.